Xumë i mirë se të gjetëm. Mezi të gjetëm një herë. Nisëm e herë dhe të vlerësoj shumë. Si kanë qenë këto kohë për ty, me çfarë je marrë, si të kanë shkuar punët? Shumë të angazhuara. Kanë qenë ditët që nuk kam marrë dot frym, realisht. Po ta vesh re dhe sigur kam humb pak peshë, më thonë drejtën, s'po na del koha me hongër bukë, kemi qenë shumë nxon, po bëri që atë shqyrëzom. Si do ta përshkruaje stilin tënd të jetesës? Zen dhe paqe apo drama me filxhan kafeje në dorë? Asnjëna as tjetra është dashuri çdo ditë, çdo moment. Nëse mëngjesi do kishte një personazh të vetin, si do dukej sipas teje? Shumë energjik, gati për me shpërthyt. Do ziheshe me të? Jo, do ju boja krau, do ju boja palë. Në çfarë teme mendon që je ekspert pa njohuri të mëdha akademike, marrëdhënie njerëzore, rrjete sociale apo nuk ta ndjek për asgjë? Rrjetet sociale më thonë drejtën, dihet muhabeti që për 12 vjet është më stafetë, kështu që. Edhe as më ndjek për asgjë, fucet e çingloj me raste. A ke ndonjë shprehje që të ndjek gjithmonë edhe kurse thua me zë, një moto personale? Moto, Zoti është gjithçka. Faleminderit Zot për çdo gjë. Kjo është moto im çdo ditë, çdo moment. Cila është ajo gjë që të nervozon në 5 sekonda, por më vonë fillon dhe qesh? Ku më në qesë dhe makinës, se jam gjithë kohës lëvizë, po jam shumë mutajsh, kështu si natyrë, edhe përfundoj të ja fut në komë, prapë. Gjë e mirë se majnë vetë në formë. A je më shumë tip që mendon për të ardhmen, apo që do hamsonte? Ta zjas pak, lejo. Kam lexuar dikuj që unë jam shumë tip që shqetësohem për të ardhmen, si çdo njeri që do ndërtojë një të ardhmë sa më të mirë për veten, për familjen, të krijojë edhe një familje. Po kam lexuar një shprehje diku, më saktë kam dëgjuar një video diku që ne njerëzit duke menduar për të ardhmen, nuk shihem tashmen. Edhe kalon një kohë dhe bëhem me pishman, për shembull, kur ishim për 5 vite më përpara mendoja për tani. Po 5 vite të humbur atje jetës time, më kupton, kjo është ide dhe është një mesazh që duhet më thonë gjithë njerëzve që shihoni momentin, okay, paralelisht punoni për të ardhmen, po ja vlen të shihoni tashmen. Ose kujtim, domethënë, ja tani para 10 minutash ç'a ndodhi iku, nuk e kthejmë dot më madh, kështu që njerëzit do të shihojnë tashmen. Sigurisht punon edhe për të ardhmen. Ke ndonjë teori konspirative që e beson në fshehtësi, por nuk e ke thënë ndonjëherë me zë të lartë? Nuk besoj se lloj gjë, besoj vetëm në Zot. Këto teoritë konspirative i respektoj njerëzit që besojnë këto gjëra, s'kam asnjë lloj gjë, po për mua janë kështu si tip bumerangu, vjen ban për plasën, ikin, s'myn dot më. Kështu që për mua ka vetëm Zot, besoj vetëm në Zot. Këto më duken e çik budalliq. Kur ecën tani në rrugë, a ndihesh VIP, shikon një reagim ndryshe nga njerëzit? S'du t'jem VIP, du t'jem gjithmonë ai njeriu thjesht, kupton? Du t'jem gjithmonë ai çunë i lagjës. Fjala që nuk VIP sot bëhet VIP çdo lloj budallaj, kështu që s'më pëlqen. Du t'jem po ai xumi thjesht. S'pëlqen të qenurit VIP. Edhe pse kam profesion, ne hajm bukë me këtë lloj gjëje. Kështu që qenurit publik aq shumë sa më ndihmon në gjonat e mia, aq shumë nuk më pëlqen të jem person publik. Kështu që na ka zonë rrota bishtin, s'kem çfarë. Çfarë shihet e la pjesëmarrja në Big Brother? Super shije, ishte nga eksperiencat më të bukura që mund të përjetoja. Edhe them drejtën, njerëzit e shikojnë si një unë shikoj si punë, nuk kam thonë më përpara, për mua është punë. Unë jam aktor, unë do të shkoj të aktorë të bëj nomin, bëj çudia shumë mëdha, kaq është. Nuk është se jam kombëtar dhe do të kënoj. Që unë jam gjithkohës në një skena, një skenime, gjona të ndryshme, kjo është profesion im. Që nuk është se kam ndije dhe shumë Big Brother. Më thjesht u zgjohem mëngjes dhe thua me veten time, çfarë do të bëj tash, çfarë do të bëj më vonë. Domethënë vishin 10-15 skenare ndryshme me veten time. Po ishte eksperiencë shumë e bukur. Nëse do riktheheshe pas, çfarë nuk do të bëje? Çfarë nuk do të bëje? Absolutisht asnjë lloj gjëje. Bilës të gjonat që kanë bërë jepsha gaz 10 thjesht më shumë. Gocat të kanë shkruar në DM, janë shtuar kërkesat pas daljes në Big Brother? Se kam pas me janë aty fare, me thonë drejtën për Zotin. Nuk është se ja kam kushtuar rëndësi, nuk kushtuar rëndësi Zotit, kushtuar rëndësi familjes, punës. Kur t'jetë momenti dur, besoj që do vi goca dur momentin e dur. Pa edhe pa gjos jena. Pse
Pse zgjodhe të mos jesh i pranishëm në asnjë pranjë pas daljes tënde? Pas shumë punë, realisht, dhe i kam thonë dhe Ledion dhe produksionit, kam pas jashtëzakonisht shumë punë. Nuk kam mujt me hongër bukë, jo mund t'jem, po me shpirt aty kam qenë gjithmonë. Hatërmbetje nuk ka pasur? Hatërmbetje? Jo. Unë me Ledionën dhe me Sarën jemi miq ekstrem shumë mirë. Madje nuk i dihet, unë na shikonim në një projekt bukur në të ardhmen, si dihet kur. Që kam respekt shumë për Ledionën dhe për Sarën. Ledioni dukej se pati një kunjë me ty dhe përgjigjja jote nuk vonoi. Pse? Si mund bësh marketing ndryshe? Unë jam falenderues Ledionin që mes mira shqiptarëve për të mos bë një reklamim sade, bon një diçka të bukur me stil që më thonë gjithë njerëzve që mësojmë pi proteina dhe shet proteina. Dhe për këtë lloj gjëje jam shumë falenderues. Si do bëjmë bujë ndryshe? Mendon se nëse nuk do të ishte dinamika jote me Eglin, ti do të rrije më gjatë në atë shtëpi? Dinamika me Eglin. Themi drejtën tash. Flasim me letra të hapur. Njerëzit i duan çik të gjuna. Pavarësisht se mu bëhe papritur e pjesa e kutisë Pandorës. Ishte gjest, u bo me gjest. Kjo ishte ajo që më penalizoi mu më tepër, sepse flasim drejtën, mu nuk isha nominim vetëm tek pulmi i personësh në 2 personë. Gjesti ishte me fanbesë shumë të madhe. Nuk është se më eliminoi Eglin, mos të llogarisë Eglin fare, domethënë kokok që asë mendoj, normalisht isha kokok kur me Eglin, po që ndikoi kjo pjesa që erdhi gjest edhe kaq as lloj gjoje tjetër. Por që për aq sa isha në 1 muaj unë dhash aq sa kanë dhënë tjerët për 4 muaj aty marrësh. Pasim drejt. Çfarë mendon për fituesin? A ishte fitore merituar? Unë kam thonë sigurisht gjesti këto lloj gjoja ecin sot. Këto lloj gjoja shesin sot. Në Shqipëri nuk shet dikush që është i zgjut. Në Shqipëri nuk shet dikush që është i arsimum. Në Shqipëri nuk shet dikush që ka 5 fakultete. Këto gjona duan njerëzit, kështu që. Këto gjona argëtojnë njerëzit. Se hallet e tjera janë të zgjidhur, kupton? Kush të lexoi më gabim në shtëpi dhe kush ta gjeti brendin më saktë se ç'e prisi? Kjo është ajo pjesa që s'më intereson. Ajo që po diskutoheshim ka do pyetje të tjera. Nëse do të ribëhej loja, me kë do të rrije më gjatë në obor, me dikë që s'të duronte apo me dikë që se dije fare se çfarë mendonte për ty? Me të gjithë. Për unë shikoja të gjithë saj, domethënë nuk është se boja dallim nga lojtarët, për mund gjithë ishin lojtarë dhe kaq, nuk është se kishin ai dallim. Po që ajo çfarë do boja të ngacmoja gjithë çik më shumë, kjo është. Se që ka shumë gjë e bukur, po të ngacmosh njerëzit, po t'i gjush, po t'i bësh, po t'i ofendosh. Kështu që këtë mendoj se do kisha bërë. Aspiron televizionin? Sigurisht që po unë dhe televizioni, e kam thonë, kemi marrëdhënie të ndërsjell. Ne televizioni me mua, me televizionin, barës shumë bujë, shumë bum. Kështu që më shpreh Zoti po do shndroj në televizion. Kjo është arsye pse u ktheva mas shumë vitesh, domethënë bona një pauzë për 6 vjetësh. Edhe 24/7. Nuk kam të mesme, nuk hop dalos dal fare, kështu tash nuk do shkëputem në televizion. Nëse do të kishte një Big Brother edicioni Zoomit, çfarë rregullash të reja do të vendosje? Çfarë rregullash të reja? Shumë stërvitje. Jashtëzakonisht shumë stërvitje. Aty mund hiku me, e di për çfarë u mërzita. U mërzita më shumë që kur dola, mrapa erdhën ngirat. Aty u mërzita. Rregulli im kryesor do jetë që të bëjmë shumë stërvitje. Të gjithë ata që konkurrentët, banorët që do jenë aty më janë, nëse nuk dalin me muskuj barku nga Big Brother, asnjë s'ka për ta fituar Bigu. Pas Big Brother VIP, mendon se njerëzit të kuptojnë më shumë apo kanë edhe më shumë pyetje për ty? Kjo është e bukur që njerëzit i lësh gjithmonë dilem. Kjo është ajo që njerëzit i marrin gjithmonë karikum. Se po më lexojnë të gjithë, po është e bukur. Unë për shembull, nëse lexoj një libër, s'ka më interes ta lexoj 2 herë. Kjo është ideja, kështu që. Më mirë të lesh enigëm, dhe njerëzit gjithmonë të jenë pikë pyetje, ore si është puna, ku qëndron, me vërtet është apo si. Kjo është më shumë njerëzit keep going, kështu është ideja. Strategji marketingu është dhe gjë. Zemra e Zoomit sot në Çujra noton, kemi ndonjë gjë të re? Bon ish me torp. Zemra e Zoomit momentalisht nuk i dihet. Si dihet nga të vjen, nga të vjen, si dihet asnjëherë. Por realisht kam vënë trunin para zemrës, kështu që jam të punuar më tepër me trup.
që ta thash para kam me vetëm ke puna. Kur t'jetë momenti dur, gjithmonë është momenti dur, se po plagën, për 2 vjet dal pensionun, po i di që kam me vetëm ke puna, që zemra bëhet çik pauzë. Trije që ka nevojë me pushime. Ke parasysh, punoj gjithë sezonin, thua atë ja kisha futur në 2 java në Mykonos, tisha relaksuar. Kështu është zemra ime tash. Trije qetësi edhe se bo gabim është budallaqe. Që trunin punë. Zumi, ne të falenderojmë për kohën që gjetëm me gjithë këtyre punëve që ke dhe midis palestres. Edhe unë më vlerësoj është nase. Faleminderit shumë edhe ishte intervistë shumë. Trying to live it and stunt, get anything that I want, whenever I want. It's okay to be broke, it's not okay to be a bum. Gotta move up, I never front, I keep it 100, do it for fun, man, I do it for fun.